20 ditë pas telegramit të kryepolicisë Skënder Hita, i cili urdhëroi patrullat e policisë rrugore të mos kryenin ndalimet e automjeteve në akset rrugore kryesore, por t'i kontaktonin shkeljet vetëm përmes teknologjisë, patrullat janë rikthyer sërish në terren për të kryer ndalime. Tashmë është zbardhur telegrami ku Hita udhëzonte strukturat që të shmangnin çdo veprim që sill ndalimin e qarkullimit të automjeteve në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas këtij urdhri, shkeljet duhet të evidentoheshin përmes pajisjeve teknologjike dhe jo përmes ndalimeve fizike. Nga 10 prilli deri më sot, periudhë kur edhe u zbatua ky urdhër, në vend u regjistruan në total 21 viktima dhe mbi 100 të plagosur nga aksidentet rrugore. Aksidenti më i rëndë ishte ai ndodhur më 3 maj në Durrës, ku një 57 vjeçar nën efektin e alkoolit përplasi në trotuar 3 fëmijë duke u marrë jetën 2 prej tyre. Pas këtij rasti tragjik, patrullat e policisë rrugore në të gjithë vendin rinisën sërish ndalimin e automjeteve. Një nga kontrollet të bazë është edhe testi i alkoolit, i cili nuk mund të kryhet përmes teknologjisë. Kjo përplaset edhe me përmbajtjen e telegramit, ku përcaktohej se pajisjet për konstatimin e shkeljeve, përfshi edhe ato të shpejtësisë, duhet të përdoreshin vetëm në regjim automatik. Ndërkohë, ministri Llamallari deklaronte në datën 24 prill se teknologjia përmes dronëve dhe mjeteve inteligjente do të monitoronte çdo shkelje, përfshi edhe drejtimin e automjetit nën efektin e alkoolit. Por rasti i Durrësit tregoi qartë se shkelje të tilla nuk mund të konstatohen pa ndërhyrje direkte në terren. Me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, Departamenti për Sigurinë Publike nëpërmjet strukturave të Drejtorisë Policisë Rrugore ka marrë një sër masash në funksion të mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor, për evidentimin, ndëshkimin e shkelësve të rregullave të qarkullimit rrugor. Janë pajisur të gjitha strukturat e policisë rrugore me drone, kamera dhe aparate fotografi, aparate alkool testues dhe drog testues. Shërbimet e policisë rrugore në rrugë interurbane në zbatim të telegramit drejtorit përgjithshëm policisë shtetit për të mos ndaluar pa shkak automjetet rrugore interurbane, pra në akset rrugore nacionale, do të vijojnë monitorimin e qarkullimit rrugor nëpërmjet pajisjeve logjistike dhe patrullimeve të lëvizshme, dhe shkeljet e konstatuara nga mjetet logjistike do të verbalizohen në masa administrative, të cilat do të pasqyrohen në kohë reale tek e-Albania. Patrullat e policisë rrugore në akset nacionale do të ndërhyjnë kur konstatojnë sjellje arrogante në rrugë, parakalime të njëpasnjeshme, manovra të gabuara apo shpejtësi tej normat lejuara, të cilat janë rrezik potencial për përfshirjen e ngjarjeve rrugore. Njëkohësisht, do të bashkëpunohet me qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut, me qëllim që shkeljet e konstatuara t'i kalojnë policisë rrugore për të plotësuar masat administrative. Sa i përket qendrave urbane, shërbimet e policisë rrugore do të vijojnë me grupe kontrolli për teste alkooli, kontroll për shpejtësi, parakalime të gabuara, mosdhënie përparësi këmbësorëve, përdorimit celularit dhe rripave të sigurisë. Parkimet e gabuara do të jenë në qendër të vëmendjes, duke përdorur dhe mjete ngres për parkimet në korsi të dedikuara, kur bllokojnë lëvizjet e lira të automjeteve apo të këmbësorëve. Parashikoi gjithashtu që rastet kur do të vlerësojë e nevojshme, do të hartoheshin plane masash për ngritjen e pikave të kontrollit. E duket se pas aksidenteve të rënda, kjo pikë ka nisur të zbatohet, duke lënë hije pjesën tjetër të udhëzimeve. Vetëm brenda 20 ditësh, aksidentet me pasoja fatale tronditën opinionin publik dhe e treguan edhe një herë se si ne, si shoqëri, nuk e respektojmë ligjin nëse presioni para nesh nuk është fizik. Ndryshe, rrezikohet drejt për drejt jeta e qytetarëve.